29 shtator ngriu në luftoni për vendin tuaj. Përse Rubio po sulmon ashpër qeverinë e Ramos? Media djathtë amerikane ka kohë që e ka cilësuar si narkoshtet. Pra, sulmet janë paralele me raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, si ku përshkruajnë për Kolumbinë. Dhe ju e dini që presidentit të Kolumbisë i kanë revokuar vizën amerikanët. Gjua e raportit Departamentit të Rubios thuaj se ka ndryshuar 180 gradë nga raportet e iniciuara nga ata që unë i quaja Yuri Kimson Company. E ngarkuara me punë është më vepruese, më dinjitoze, dhe po të shikosh mesazhet e vizitave të saj tek ministritë e smurit e Europës Juglindore e kupton. Pra amerikanët këtë radhë janë të hapur, thuhet që ligjet e PP-ve të Ramës janë bërë për të pastruar paratë e drogës. Flitet qartë për korrupsionin e madh në qeveri, por ajo që është më tranzitse tek sistemi i ri i drejtësisë. Pra, ata që përpilojnë raportet janë nga njerëzit e pakët të Rubios që përfaqësojnë magën e zotit Trump, por që çdo ditë po rriten numër. Po largohen dhe po minimizohet grupi i majt radikal me përfaqësuese tipike Jurikim, dhe po vinë figura që duan të mbështesin të djathtën dhe mbi të gjitha të luftojnë hijet e George Soros. Ndaj tij janë dhënë urdhra nga presidenti Trump, edhe pse duket apolitike dhe atipike që Shtëpia e Bardhë urdhëroi Departamentin e Drejtësisë për të nisur të paktën hetimet dhe për të çuar në gjykatë si të akuzuar në 6 shtete të Amerikës për fondacionin Soros. Natyrisht që FBI, që ka shef stacioni në Tiranë, mund të ofrojë informacione dhe hetime nga gjëma e madhe që Soros ka bërë me drejtsinë shqiptare, miliona dollar të shpërdoruara nga ky fondacion që janë dhënë grave të Ramës dhe hijeve të krimit kuq në Shqipëri. Kjo do të ishte arsyeja që pse Rama nuk erdhi në OKB. E ndjen akullsinë, izolimin, ftojen, injorimin nga Departamenti Amerikan. Djellza e Velias, ministri e jashtme e tij, e paqartë. Në qoftë se Osmanin e hipën në tryez në një bisedë të drejtuar nga numri 2 i departamentit, Spiropalit i rezervuan vetëm foto, si foto çasti, foto lugati dikur, asgjë më tepër. Soros ka keq shpërdorur të paktën 148 milion dollar vitin e kaluar me NGO-t e tij, janë para të taksapaguesve amerikanë. Trump dhe Rubio i ka ndaluar ndihma të tilla për çdo vend. Do të ketë hetime, unë besoj se po. Por në qoftë se shikojmë dhe duam të bëjmë një paralele, kam 2. Është gara për Bashkinë e New Yorkut, ku demokratët kanë ofruar një komunist me ide, Mamdani, dhe Adams, i dashuruari shqiptarëve, të kjo më habit sepse kërkoi të qëndronte në garë me shpresë se do ta ndihmonte doni i madh, Trump, është tërhequr dje. Në lojë mund të rihy Cuomo, i cili ka një përkraje nga presidenti Trump, por nuk mjafton, Cuomo nuk fiton dot ndaj Mamdanit. Republikanët e habitshme nuk afrojnë një kandidaturë në një qytet që në të shumtën anon nga e majta dhe nga e majta radikale. Në qoftë se Mamdani fiton në New York, ekonomia merr një goditje të madhe dhe do ta psoj
më pas i gjithë vendi. Do të shkatroj departamentin e policisë, do të hap dyqane ushqimore të bashkisë, dhe ky mashtrim, kjo gënjeshtër e tij blihet nga ai brez i ri që nuk e din se çka qenë diktatura social komuniste në vendet si Yli. Duket pra që ka një paralele, dhe në Tiranë nuk po gjen dot deri në këto çaste opozita një kandidat për të përballur me mashtrimin e ri të Ramës, dhe për mendimin tim një fitore përsëri e të majtës e këtij grupi të korruptuar masivisht do të ishte një shkatrim për Tiranën dhe të sonte vendin. Sulmet e Rubios ndaj Ramës tregojnë qartë qëndrimin e ri që do të ketë departamenti ndaj dikujt që përfaqëson interesat e karteleve kundër interesave të Shqipërisë, dhe duke i hapur rrugën trafikantëve, të cilët bandave, të cilët kontrollojnë qeverinë, indirekt e kundra NATO-s, kundra Amerikës, kundra sigurisë në Europë. Ju kujtoj 96, 97, jo çdo gjë ngjet me njëherë. Mbas raporteve të tilla, mbas grushteve të forta të administratës, izolimit të çmurit të Europës juglindore, besoj dhe shpresoj se do të nisë ndryshimi, por kjo varet shumë dhe nga grupimi tjetër që duhet të jetë i zgjuar, veprues, sulmues, i përbashkuar me të gjithë frontin opozitar ndaj kësaj të keqe të madhe që nuk rrezikon vetëm Shqipërinë, po edhe interesat dhe sigurinë kombëtare të Amerikës. Në këtë çast jemi me fat. Në qoftë se pranojmë që raporti është i drejtë, dhe unë e pranoj këtë, duhen tetuar dhe nga sistemi i drejtësisë në Shqipëri. Do thoni, u ç'po na thua. Zotri, përpara bankës të akuzuarve, Trump çoi ish drejtorin e FBI-t, nuk kishte në të ndodhur kur, do të çojë drejtorin tjetër, thotë Brian. Mund të shkojë edhe ambasadori Bolton, miku Focus, miku im. Dhe do të vazhdoj me figura me senator, me gjyqtar të cilët kanë lejuar kriminalët të jenë të lirë dhe të vrasin atë emigrantën fatkeqe ukrainase. Ndaj unë them që duhet tetuar edhe SPAK, sepse dosjet gëlojnë. Ai sistemi i vettingut me gratë e Ramës dhe parat e marra nga Departamenti i Shtetit përmesorës ka bërë dëm shumë të madh. Ideja është krijuar që nuk e heqim dot me votë këtë gjysmë diktator Ramën. Por me sulmet e egra të ashpra reale të Rubios dhe të grupit tij, kjo gjë lehtësohet. I smuri Europës juglindore është frikacak. Ose mund kërkoj stre tek ish zyra e Axhilleshit, duke ndryshuar kushtetutën, pra duke bërë një pazar, mund të lërë Tiranën në bashki tjetër, ose dhe mund të fluturoj. Dikur një nga organizmat aty nxirrte pasurinë e tij deri në $200 milion, diçka shumë minimale. Janë miliarda dollar prona në Tiranë dhe në Shqipëri nga të huajt. Kush i ka skanuar? Kur amerikanët e thonë haptas në raportin e tyre që bëhet pastrim parash dhe kontrollohen nga qeveria që është narkoshtet. Ju kam thënë disa herë që ka ndaj liti, ka kohë që ka nisur të shuhet. Unë e kuptoj që shqiptarët presin çdo gjë nga ky vend i madh Amerika. Mendimi im është që çdo gjë vendoset atje. Në Shqipërinë, Tiranë, aty ku luftohet, por duke përfituar nga qëndrimi i ri i kësaj administrate, rritet mundësia e përmbysjes, rritet mundësia e një sfide të madhe, por duke parë dhe duke mësuar nga ky vend i madh, për ditur të ndërtohet një case. Ju kam thënë disa herë që sistemi zgjedhor
mbështet gjithmonë ata që kontrollojnë bandat në Shqipëri. Dhe këtu aleatët tanë kanë dështuar. Për shembull, zgjedhjet e Tiranës nuk ka pse të votojnë fshatrat për kryetarin e Tiranës. Nuk ka sens, nuk ndodh as në Kinë. Dhe jo kam thënë që unë nuk do të hyja në zgjedhje me këtë sistem. Ku antari i Këshillit Bashkiak është dikush që nuk ka një fasim Tiranë, që nuk ka një zyrë. Shembulli amerikan është ndryshe në New York. Unë kam antar në Këshillit të qytetit, Paladino, me djathtë, ka zyrën e saj, për ditë kanë 100-200 vetë dhe zgjidh probleme. Votohet direkt. Jo me lista. Natyrisht që Rama kërkon të bëj paralele me Erdogan, me Orban, nuk je, sepse sa do të autoritarët jetë Orban, Erdogan, kanë bërë shumë për vendin e tyre. Fundit nuk e kanë kthyer në narkoshtet. Merrni raportin e Departamentit të Shtetit. Diagnoza është dhënë. Krimi, bandat kontrollojnë investimet, pastrimin e parave dhe rrezikojnë interesat e sigurisë kombëtare të Amerikës. Ky president i konsideron si organizata terroriste kartelet, por dhe gjithkënd që ndel ndesh me politikat amerikane në luftën e karteleve, të trafiqeve të rrezikshme, që jo vetëm rrezikojnë dhe sjellin vdekjen e 100.000 apo 150.000 amerikanë në vit, por dhe prishin pozitat strategjike gjeopolitike të amerikanëve. Në lidhje me akuzat që zoti Trump ka bërë me ish-drejtorin e FBI-t, mund të marrim një paralele. Thjesht në një depozit që ka folur në Senat, ai ka gënyer. Këtu dënohesh. Por çështja, siç u thash, ka qenë e dobët sepse prokurori, i cili edhe pse ishte emëruar nga Trump, nuk pranoi të ngrinte akuza, pra duheshin fakte shumë. Dhe një nga avokatët e tij ka bërë atë akuzën me 2 faqe që sipas analistëve ligjor këtu duket shumë e dobët, me gabime ortografike dhe është çuar natën, mes natë tek gjyqtarja. Ai Komi ka qenë shumë i përfshirë tek çështja ruse me votat për Hillary Clinton në 2016, nisi një hetim me baza false ndaj zotit Trump, por mbas një raporti nga konsulli special Durham, që doli në 2023, pati akuzat mëdha ndaj Comit, FBI dështoi të bënte një informacion kritik, të analizonte për narrativën gjojat përplasjes Trump-Rasha, me ngritjen e saj që quhet kryqëzimi, arekani kryqëzimit, por Kami doli në pension me një rrogë shumë të madhe, thuajse si Yuri Kim, ndaj të cilës them se do të fillojnë hetimet në mos kanë filluar në përfshirjen e saj me McGonigal. Problemi është që drejtësia edhe në Amerikë ka problemet e saj, sidomos me emërimet politike. Për shembull, gjyqtari që ka marrë çështjen e Kamit quhet Michael Nachmanoff. Është emëruar nga presidenti Biden dhe ai mund ta ndihmojë Kamin. Ai mund ta hedhë fare këtë çështje, mund të mos përpranojë, por Trumpi do të apelojë më njëherë. Duket sikur është në lojë një lloj karma, sepse Kami ishte inxhinieri i saj gënjeshtret agjentëve federal kundra këshilltarit Trump, Michael Flynn. Dhe ajo që thuhet që çfarë shkon lart bie poshtë, funksionon. Në fakt, media në lidhje me akuzat në Kami nuk është e ndershme. Si mund të jetë? Associated Press dhe të tjerë portretizojnë Trumpin si një tiran
me një hakmarrje të çmendur, i cili në mënyrë selektive po përpiqet të shkatroj Kamin për arsye personale. Unë nuk shikoj ndonjë gjë këtu. Natyrisht është një duhet paguash mbrapsht për ato që ke bërë. Të Trump nuk do të ndali tek Kami. Do të vazhdojë të drejtori tjetër republikan i emëruar nga ai, sepse sipas Trump ka fakte që në 6 janar ka pasur rreth 200 agentë FBI brenda turmës futur në Kapitol Hill. Nëse kjo është e vërtetë, është skandaloze. Ja u thash për të parë kur amerikanët çojnë para gjykatës një ish drejtor të FBI-t, nuk ka pse të hezitohet në Shqipëri për të dërguar edhe ata që bën vettingun, edhe për gjyqtar që japin vendime duke mos u bazuar në kushtetut dhe prokuror që përfitojnë të bëjnë luftë politike. Është maraton, nuk është sprint. Kështu thuhet për demokracinë. Por kanë kaluar shumë vite dhe ne kemi krijuar një sistem të tillë që në krye të kësaj piramide politike sjellim dikë që i ndërthurur me bandat, me krimin, me pastrimin e parave, me kartelet, të cilin me vot nuk e heq kurrë. Opozita dhe çdo shqiptar që është kundër të keqes duhet të thellohet te ky raport i Rubios që tregon qartë që kjo administratë jo i ka hequr vizën për të mos ardhur në KB, por i ka vënë vizë të smurit të Europës juglindore. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.